Me gropa dhe tërësisht e pashtruar, kjo është rruga mbi 1 kilometër që lidh fshatin Kryemadh në njësinë administrative Malzi të Bashkisë Kukës me rrugën kryesore Shëmri Kukës. Në këtë rrugën nuk është vënë dorë prej dekadash, ndërsa vetë banorët shprehen se janë harruar fare. Rruga nuk është e vetmja problematikë e jetës së tyre të përditshme. Ata përballen edhe me mungesë të ujit të pishëm dhe me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike, veçanërisht gjatë rreshjeve të shiut dhe erave të forta. Kja kriju qysh, ku është partia punës dikur, apo mirë bëhet ma mirë, po, tash e kanë mazdore, po, se 30 vite, po, ma shumë. Ku të vejnë puna për botimit, të vejnë na lipin votat, ja vapin, dhe ku të vejnë përfëndimin nuk bënë kur gjo. E premtojnë sa është si ka zgjidhje? Premtojnë, po. E gjë nuk realizojnë, me thonë si mani mu po, me fshatin, po. Kina metë mazdore, shkurt ma bjetin, po. Dimrit besoj se këtu izoloni krejt. Jo, komplet, po, izolona, po. Për shkak se edhe... Për shkak se rruga nuk hapet. Rruga keqe, po, jesim në shirë të zotit, po. Qa kërkoni juve si banorë? Na kërkojmë si shtetin të i dorë të pak në të animojë dëqish ba rrugën. Ujtë pishëm s'kemi, po. Ta me një fjallë, asë si kush nuk kena, asë në spërimin kush të zaman, po. Po, mu e afro dëqish, po. Asë një dorë sa mu, mos e ma keq. Venë lipin vota për votime, për 4 vite s'tjef moj. Para votime ta gjenë numrin, gjenë ku je, ku s'je, kur të veje funi asë i sen. Që 14 vjetë ka hup uj, ka hup i sjellë, i kanë prish depot, i kanë prej tubat. Asë interesohet kush. E vështirë. Dimri ta ma problematike, mra ban vere se ban njeri tërmon, na kupto. Rruga vështirë, po qa me mos investinu. Që sa koha është këtë gjendje? S'ka mundur kush o burë, qish në komunizm, si s'ko as mërmajtë as i sen. Ka po mërmajtë, me hap kanale, shumë s'katër. Dimri del po të në rrugë të shkurta, në rrugë të shkurta. Po jenë ma të zërshme, jenë malure shumë. Jenë shumë malure. Faktike rrugët janë tepër të vështira. Rrugë kaldram, këtë gropa, sidomos edhe kjo rruga kryesore si vend këto të shkolla në stacione, po jam edhe banorë lagjes Halmosve, jena 2 lagjet, edhe rruga tjetër, jena Halmos e Saraq, edhe faktike ka 8 vite, 10 vite se po flas për rrugën tema atje, se nuk ka vu kush dorë. Këto kanë provë para 2-3 vite pak zhavara ka thoshë, po rruga e rregulluar më tamamja. Emigracioni dhe ato pak prodhime bujqësore e elektorale janë mundësitë e vetme të banorëve të fshatit Kryemadh për të siguruar jetesën e tyre. Aktualisht fshati së bashku me 2 lagjet e largëta numëron rreth 40 familje nga 75 që jetonin 2 dekada më parë.